Po ti masi orë ludo, ke najtë dhe të qetë, edhe tani dikur janë nisi apet me lojnë atje me sprejë, me... Une po menoj që ja ke nisë mu këthy Olba që e konë fillim. Edhe Olba që na dojna me po realisht. Une nuk të kom menu ty si përson këtu mrena që vjen dikush edhe të ndryshon. Për që ata më vike i noti, kur e pa isha që ludo pe ka një faraftësie, që ty me tërhek në një mënyrë se tjetër në piloje. Se ti mendon se ludo jam ka tërheq për loja? Pak të ndit e para po. Se nuk s'ke bo kur gjë, dhe nuk s'je dollë në prime. Unë e po menoj që ti me gjdo kusht e lyp, të pak të një sekuencë të vogël në prime. Me qka do që Nuk e lypon, vetë kryohet situata për që në prime. Edhe madje që kur ka arë ludoja, gjdo prime kam qënë unë në prime. Për 2-3 situata madje. Shpëdi. Edhe, reali kur erdi ludo, unë ndjeva dhe një lloj gëzimi, e di pse, se gjeta në shtëpi një njeri që përputhemi nga ana intelektuale dhe emocionale. Okej. Nga inteligjenca intelektuale dhe inteligjenca emocionale. Edhe kur gjen një njeri këtu në shtëpi që përputhet shumë, ndjen një lloj çlirimi se thu më në fund dikush më kupton dhe veprojmë. Po tani e shoh edhe ludën pak si të tërhequr këta ditët e fundit, nuk e di pse. Se realisht ditët e para, javën e parë, unë ndjeva shumë e gëzuar, se sa u bë dhe ludoja u bë 10 ditë që është këtu. 10 ditë i bëri. Ma shumë, ma shumë. Ne i bën 10 ditë, se të premten i bëri 7. Ja ke gjeja? Ja ke gjeja dita? Po, edhe fjollën e di që i bëri 3 javë. Okej. Labinoti 5 javë. Ja, huqe. Labi se pas labinoti, po. Po, okej. Ndërsa labinoti ka një 4 javë. Edhe unë kur nis një vrull edhe ndalon, unë nis ndihem keq. Se jam tipi që kur nis diçka e fuqizoj akoma më shumë, edhe po të tërhiqet, ndihem pak si e zhgënjyme. Se nis ndihesh mirë. Po menon që ludo u tërhek pak piteja? E shoh që është tërheq pak në përgjithësi, nuk e di, më duket se po premeja. Ama, prandaj edhe këta 2 ditë qëndrova pak qetë, se ta shoh deri ku janë gjërat. Unë jem të menu, se unë e kom qëllu të orë në lavanderi, e kom një ludën që shto të thonë dhe me kune përshkaja neja dhe se po mrijet ma shumë me kështu ma abete. Amo unë po... Për me mu? Jo, me ty u konë të full, edhe dhe me që po vjen me najtë këto, ku i shumë na abeten është. Po. Unë po menaj që ajë këtë sanë të e bo, për faktin që po dënë me ditë sot te je seriozisht në qëtëfar aspekti. Edhe so je konsistente, edhe so fërt dënë mi mojtë senet e tua ofër, ose diçka që e konsideron një raport të afër. Po dhe? Po si mund t'ja të rëgojon konsistencën ati nëse a i largohet? E ka fjallën konsistencë në raportin e 2 lojtarëve bashkëpunim këtu. Se unë e shoh më shumë bashkëpunim lojtarësh mes meje dhe mes ludës, me që kemi nivel të njëjtë të intelektit dhe emocional. Ja, unë e menoj që është diçka ma shumë se qasë. Çfarë mendon? Menoj që është diçka shpirtërore, kështu e fshet. Mes meje e mes ludës? Po. Nga 2 anët, po thua? Ma shumë nashta pja unës tonë, se prej ti, amo për faktin që prej fillimit ka shprej interesim edhe ka dasht me çdo kusht ma shumë me kalu kohë me ty se me banor tjerë, i bjen që nashta ludo është tipi që ka qef ma shumë sigurin. Tu e marë parasysh edhe moshën, edhe senet që i ka kalu edhe kështu, që aj prej te e lyp një siguri. Edhe për që ata mundet me lujt lojen që po largohet pak, për me të shtitin dyshime, a është që kuj vërtet e ajo. A thua e bën për agjë? Po s'ka pse ta bëjë, sa ajo është psikolog, ajo e kupton njeriu fjala, kështu siç ka thënë ai. Gam, Alp,
njeri kur të është para dikujt që është lojtar në lojë. jo, kur është para dikujt që përfshihet ma shumë emocionalisht, menoj që çfarë do lloj profesione edhe psikologu ma i furt me konë edhe njeri ma i arritun edhe lojtari ma i furt, zhveshet për që ati petku. E ke fjallën edhe ai ka ndonjë lloj pasigurie. Se nuk është jaftë 100% me i dallu gjëra. Jo, unë e menoj që ai me ty nuk e lun as lejtarin, as psikologun, as kur gjë. Unë e menoj që ludo me ty është real. Njëri. A do në këshu e kam pa njëri, ama ku e di ky lloj largimi sikur ndihem unë rehat, e di se nisi diçka shumë bukur, kuptimin e lojës këtu bashkëpunimit me strategji, kështu si funksionojmë jetën reale, edhe të ndërpritet për çfarë? Për ku di, s'e di për çfarë. A se keni folë që sana? Jo tamam, thjesht sot ja kam shpreh një herë që po të shoh të tërhequr. Edhe ai thotë, jo, unë s'jam i tërhequr, unë ku jam i angazhuar me gjithë, edhe s'ma kuptoi. E thash më mirë s'po ja zjas, e din. Se e ka jetën e vet, e ka drejtën e vet, ama kush jam unë me ngarku ata lloj Normal, ata lloj llogarish, e din. Menoj që Se s'dua t'i vjen mbi kokë. veç Se s'jam askush i fundja fundit në jetën e ati. jo, ato ty s'munësh me ditë. Se na njerëzje na edhe kur nuk e dina për qëre na që të mrena jena për një arsye. Pam. Qka do koft, na nuk jena në gjoft për jashtit, kena mujtë mund gjoft në rrethona shumë tjera, po fati ka dorë që na mund gjoft që të mrena. Kështu që, Pikërisht neve, gjithë bashkë. po, kështu që, Interesante. kur nuk i dihet, pse gjyrë. Po, tu e po ludën, qfar tipi është, unë e menaj që veç është të lypë ma shumë siguri në këtë raport. Kur gjë ma shumë. Okej, në rast se lyp ai më shumë siguri edhe duke u marrë me tjerët, mund vi edhe momenti që fillon mësohet me tjerët edhe më harron komplet mua si kuptimin e bashkëpunimit këtu që kemi edhe energjisë që na lidhi për bashkëpunim. Mund ndodhe edhe kjo, besoj. Jo. Ama varet prej teje, ti qysh zgjedh me vepru në këtë situatë. Unë menaj që tash ti e ki punën ma të vështirë se menaj që gjithë shka është të uvarë për teje në raport me ludën. Okej, nga ana ime nuk është se du me nxjerr keq para askujt tjetër edhe madje edhe në një mendim që kam për atë ja them veçmas, nuk ja them para tjerëve. Kur e mendoj që është keq diku, kupton? Po. Besoj se do e vlerësoj ndoshta këtë gjë. Në një ngacmim patjetër ja bëj edhe para tjerëve ose në një kundërshtim ato real, i kun vrejt, po, ato, njerëz jemi, normalisht. edhe dua t'rregoj me sinqert. Fiks. Nuk është se dua ta favorizoj atë, se në fund ditës njerëz jemi gjithë, edhe me njeriu që ke më afër ke debat. Fiks. Edhe nuk jam tipi që dua ta lëvdoj. E din se unë e shoh që disa tjera po ja bëjnë qefin non stop. E kun Edhe vrejt. po i bëhet qefi. Ama unë menaj që shkysani vëlqen ludës. Që se livdon, që s'ja... Jo, mëra ti vjeni nat. Edhe ju shkon brapa tjerave që e lëvdojnë. Fell mrena i pëlqen, sa ju mësu me kon tipi që e lëvdojnë e kështu apeten, edhe tani në momentin që gjonë diçka tjetër të dikush, në rastin tënë, që ti si full për ato sene, tani normal që thot ka dalë se që kjo pas ka diçka apeten. Po mu më duket sikur për këtë gjë është larguar nga unë. Se lëvdoj fare. Po ti me nën që ashtu? Primadonna, mashkull princesh. Nuk është... fjalë të rëndë. Jo, nuk është ludo i tillë, jo. Po si është, unë kështu e shoh, duket sikur do në princess treatment nga ana ime. Jo, unë po thëm, veç e dan një lloj siguri. Ai, unë menoj që në raport me ty është all in, po veç ato e prit ti çka po reagon, ti qysh po vepron. Po, e vetmja gjë që mund bëj unë tani është thjesht t'jetoj për ditëshmërinë këtu, t'jem origjinale dhe mos e prem bes për ndonjë gjë. Mos e nxjerr keq me qëllim para tjerëve ose mos me bë thashë theme për atë mbrapa shpinës, besoj se kjo bisedë që bëjmë këtu s'është se po bëj thashë theme apo jo. Jo, ta Thjesht po puna. marr mendim.